të shpërndahet. Unë mendoj që Se keni nevojë për hartë, po. Unë mendoj që me problemin e analizës së sigurisë, shqiptarët janë shumë larg informacione, faktët që ne vetëm bëjmë analizat të ngjarjeve që ndodhin, domethënë pasi të ndodhin, ose mund të ndërtojmë prognoza vetëm në ato gjëra që i shohim, tregon që jemi larg qendrës të informacionit, madje edhe shteti jonë është larg qendrës të informacionit që të dimë të ndërtojmë analiza të sakta, domethënë për të ardhmen. Ajo çfarë nuk e di askush, madje as SBA-ja, sipas deklarimeve të zotit Trump, është e ardhmja e Iranit. Domethënë kanë filluar një operacion ose një luftë, sepse është interesant, vetëm kësaj radhe po interpretohet si luftë dhe po përdoret nga perëndimorët termi luftë, pavarësisht se në momentet në të cilat jemi, kjo është vetëm një goditje ajrore. Më thonë, ende nuk ka kaluar në një luftë e cila mund të përdoren edhe trupa ose formacionet të tjera, por është thjesht luftë ajrore, por po e përsëris, perëndimi po i referohet si luftë, duke qenë se në rastet më herët kam pasur operacion special ose terma të tjerë, fakti se po i referohen me luftë, mund të jetë një tregues që janë të përgatitur për skenuare afatgjata. Shkallëzim të tutje. Duke qenë se aleat të Iranit janë Kina me teknologjinë që dëshiron ta testoj, të cilën pak e ka testuar në rastin e Pakistanit me Indinë, disa raketa të cilat i pati Pakistani, aftësia të cila ishte që i goditën avionet Rafale të Francës, prodhim francez, domethënë që ishin nga India, brenda territorit të Indisë, diku 200 kilometra pa kaluar kufirin për ta bombarduar Pakistanin, tregon domethënë që edhe ata në aspektin teknologjik mund të jenë konkurrent. Për këtë arsye, po shohim veprime shumë më të ndryshme se sa në luftën 12 ditore dhe si duket domethënë mund të jenë furnizuar ose do të furnizohen për një luftë më afatgjate. Problemi tjetër që... Nuk është, si që tha Bilali, që tentohet për 4 deri në 7 ditë të përfundoj gjithçka mund të zgjasë? Ata që sulmojnë është rregull, duhet ta kenë tre fishin e fuqisë e atij që mbrohet. Ai që mbrohet, domethënë, ka shumë rrethana të tjera, mbron territori, mbron vendi vet, popullata, ka shumë faktorë në të cilat mbrohet, ndërkohë që ai që sulmon, domethënë, sidomos SBA-ja që është shumë larg, i duhen furnizime